Okej, më falë. Unë mendoj që ka raste, për shembull, kur arsitohen ndërhyrjet estetike, për shembull, ndodh dikush e ka pas, për shembull, një vesh pak ma ndryshe prej tjetrit. Edhe krejt jetën, për shembull, e ka shqetësuar ai fakt. Tash vjen mundësia si financiare, si profesionale për me korrigju atë çështje, kështu që ata ndërhyjnë. Tjetra është për shembull ndodh ajo është rigjetje që thashën më herët, një faqe pak më të mbushur se sa tjetrën, edhe ndërhyjnë ato. Domethënë çështjet të cilat na kanë shqetësuar tërë jetën, nëse përmirësohen, rregullohen, atëherë janë të arsyeshme. Po në rast se tash sot, për shembull, del një trend, për shembull si huna. Tash është, domethënë, trend huna e Barbit, për shembull, janë do hunat që i specifikojnë, domethënë, çish duhet me kanë një hunë, e në rast se ti i ki mbi 30 vjet, po bie fjala. Edhe tash të shtohet ty dëshira për një ndryshim tillë për më përshtat shoqërisë, atëherë kjo është e rrezikshme. E rrezikshme është çka ty të shtyn me bë atë ndryshimin, jo vetë ndryshimi. Domethënë, mentaliteti pse ti në moshën ku ti që dosh me ka një pjekt, me vetë pranu vetën, po dënë thjesht mjë përshtat një shoqëria. Jo çdo herë Kosovarja... Jo çdo herë për shembull Arbër ti e rigjen veten edhe bën ndërhyrjet e veta për mjë përshtat shoqërisë. Ti e bën ato për... Unë pikërisht për këta thash ka ndërhyrje të arsyeshme, po edhe ndërhyrje të paarsyeshme. Për shembull ka raste unë e kam një shok që ka formën e unës për shembull si të Skënderbeut. Se për shembull huna simbolizon shumë, tregon për karakterin e njerit, formën syt, vesh. Tash si Skënderbeut është veç simbolike se s'ja kemi pakur. Po besoj bos figura që prezentojnë, domethënë e dina formën e saj. Tash ai shoku për shembull ka bë hunën e Barbit. Domethënë djalë që e ka bot? Po djalë që e ka bën ndryshimin e hunës, mendoj që prej një burrit që thjesht ka reflektu tash u kthy një djalë, domethënë që... O bo pishman tash? Po nuk besoj. Çfarë djalë është? Djalë që i përngjon femrës. Po tash besoj që duket më shumë se... Ama domethënë që ti nëse e bën një hunë si të Barbit, ti rigjeneron veten edhe duket. Po më dëshira, motivimi pse ka shty ato pikërisht tash në kohën ku trend është ndryshimi i formës të hundës, është ajo që unë thjesht pe theksoj edhe pe quj si shqetësuese. Pse